ka myrë në pyllin më të bukur të Shqipërisë, që është me dru au, dru qindra vjeçar, një pyll që ruhet nga UNESCO që në vitin 2017. I thonë pylli i Rajcës. Janë 2000 hektarë sipërfaqe me këtë dru të mrekullueshëm, ka shumë burime ujore, i pylli kulmohet atje lart me 3 liqene akullnajore të Rajcës, në fakt gjithë zona ka 12 liqene akullnajore, ka rënë shumë pak borë, dhe ka ardhur me lyton. Lyto është guid. Ky mund të fusi në këtë pyll. Dikur këtu ka qenë zonë kufitare. Ka qenë zonë kufitare, ku banorët e zonës fakte përdornin për të kaluar në Maqedoninë e Veriut, por momentalisht që jemi duke folur, kemi turistët tani që janë duke shkelur këtë zonë dhe për të shijuar gjithë ato bukuri që ju përmendët pak më parë. Po, turistët duhet u themi që mos të kenë shpresë që do futen në zemër të pyllit, se nuk lejohet. Mbrohet me fanatizëm. Nuk është lejuar me ligj të futet në zonën e UNESCO-s, por që patjetër ata mund të kalojnë dhe mund ta shijojnë gjithë anash së saj dhe mund ta shijojnë gjithë natyrën. Gjatë gjithë kohës dëgjohet gugullima ujit, se këtu vetëm shpërthen ujë. Banorët e zonës të i thonë gurra, dhe ka shumë gurra. E kuptoni çfarë do të thonë ti nga Rajca, të kesh këtë pasuri të madhe natyrore dhe Shqipëria që e ka këtë. Dhe kjo është pjesë e kurorës së gjelbër të Evropës. Ikim, vazhdojmë. Ikim, gati.